i lirë, ne si hoxhallar që jemi na bjen shumë herë me shkuna për vendet ndryshme. Shohim familjarët me skamje, me probleme, me gjithçka dhe i shohim, por kjo shumë që ndahet nga komuna e Prishtinës për shembull, nuk është e mjaftueshme. Nuk është e mjaftueshme sepse familjarët kanë mërzi, kanë pikëllim, kanë stres, kanë obligime. Prandaj edhe pamja që mbohet të një familje 3 ditor ajo kushton. Kushton, është një kost e madhe. Po veç ja keni ndihmu hoq tash pishon në përplot vene të pamet pi bojnë në xhamia janë të ndërtu do si oda të pameve që që është një ndihmës, aty është nxemja, është pritja, është vendi uji, kafja, është koha një ndihmës për familjet e tilla, po bes edhe specime tjera ku me fshi, me la, me ato, mi prit, mu quherët, aty veç është një odë. Po matë ajo mirë që shduhet hoqë? Matë që për shembull ne kemi tek Varrizat këtu. Po e kum pati, ku marrë pjesë 2-3 herë aty. Po, tek Varrizat në Prishtinë kemi morgun aty. Edhe njerëzit në çdo kohë mund me ardh aty me paraqit rastin e vdekjes, mund me mbajt edhe të pamët, edhe për burra, edhe për graj, kum po. Këto si ide e kom dhënë qysh para 4 viteve. Bravo, juja ka qenë. Po, bravo. Në mënyrë që mi u letu qytetarëve të Prishtinës. Ta zonë për shembull në rrugën B e C, ku ta diju në logjet e spitalit, në për banesa, në për lokale, në për podruma, që s'kan kushte, e po më të arsyeshme që me vendos, sepse këtu nalt në Dragodan je edhe afër Varrizave, një, e dyta ki vend për parking sa dush, hapësinë sa dush për gjithçka. Për gjetjen e lokacionit është shumë më i përshtatshëm. Vërtet. Neve kur po kemi raste na për familje, shoqëri e miqësi, po duhet mi pyet ku është e pamja. Edhe po duhet mu sjell tash nëna për Prishtinë me met na për Kolon, ajo erdhi ose erdhi ku ta diune. Qartë. E të loshet mëdhaja, kështu që pikë qëndrimi ose pika e referimit ku na duhet mu taku është për shembull në Dragodan. Aty është Varrizat e pamja, po i kum qenë 2-3 herë aty ku marr pjesë. 2 sallat të mëdha. Unë me këtë rast duhet ta falenderoj edhe komunën e Prishtinës që na i ka dhënë për 99 vite në shfrytëzim, është objekti jone për momentin. I kemi, domethënë, kemi bë restaurimin e sajna, dikon 35%, po edhe 65% na duhet pjesa tjetër e restaurimit që mi bë edhe disa edhe oda tjera sepse kërkesa është e madhe. Kom marr pjesë një herë në varrim aty hoq, jon kun 6 gjenoze. U përzin, u bënën, a beson u dufke me vëmendje, me këshyr, të cila se njëherë me një shok kemi shku tjetër kun, se kemi dit, kur pishom ata tjerë shok një varrim tjetër, tani më gjysë të hoqës shku në ka dale, u vendosëm të aty se gabimisht të orientum. E njerë ku marë pjesë 6 gjenoze, 6 kufoma kanë qenë. Ka raste që ka dhe më shumë. A po? Po. Ka raste dhe më shumë.